mendu shumë më herë, dhe tash çdo gjë ka të bëjë me pozicionimin e partive politike. Përveç kësaj mendoj që ndodhit e mbrëmshme, ajo që me bevasoj për të keq, dhe është diçka që ndoshta asnjëri prej nesh nuk e kemi pritur, është fakti që një seancë e cila nisi pa kvorum. Në rregull që ka një seancë, se dhe herën e parë ka njës pak kvorum edhe janë shpall kandidaturat. Mirë, për problemi ishte në momentin kur u votua cikli i parë, pa i pas 80 deputet prezent. Gjë për cilën tashmë jo vetëm ne që miremi me procesin politik, mirë po çdo qytetari i këtij vendi e din që është jo kushtetuese. Dhe kjo ka qenë për mua një befasi e madhe, dhe shpresoj që nuk do të ketë ndonjë tentativë tjetër të votimit sonte pa prezencën e 80 deputetëve. Është diçka e pakuptueshme, nuk jam ende i qartë se pse është marrë një veprim i tillë. Ndoshta ka qenë eventualisht një lloj kërcënimi për opozitën që t'i shtyjë eventualisht që të vinë në sallë. Mirë, po sido që tjetë është diçka